Sara Hoxha përlot ndjekësit me mesazhin e saj për bashkëprindërimin me Ledri Vulën. Në fund të ditës, rëndësi ka dashuria për fëmijën. Sara Hoxha ka ndarë së fundmi një mesazh të sinqertë dhe të përzemërt për mënyrën se si menaxhon marrëdhënien e bashkëprindërimit me reperin e njohur Ledri Vula, me të cilin ndan vajzën e tyre, Poem Blu. Edhe pse jeta e tyre është ndarë mes dy qyteteve, Sara jeton në Tiranë ndërsa Ledri në Prishtinë. Duket se të dy kanë arritur të krijojnë një ekuilibër të admirueshëm, duke vendosur gjithmonë në qendër mirëqenien dhe lumturinë e vajzës së tyre. Gjatë një sesioni pyetjesh në Instagram Story, një ndjekës e pyeti Sarën se si del të menaxhojë jetën si nën në kushte të bashkëprindërimit në distancë. Me qetësi dhe sinqeritet, ajo u përgjigj: "Nuk është gjithmonë e lehtë, por me kohë mëson si ta bësh të funksionojë. Komunikimi dhe respekti janë gjithçka." Në fund të ditës, ajo që ka më shumë rëndësi është i bësh fëmijët të ndihen të dashur dhe të sigurt, pavarësisht distancës. Ky reagim i Sarës u përhap menjëherë në rrjetet sociale, ku mori qindra komente pozitive nga ndjekësit. Shumë prej tyre e vlerësuan përpjekurinë, qëndrueshmërinë emocionale dhe respektin që vazhdon të tregojnë ndaj Ledrit, pavarësisht se rrugët e tyre si çift janë ndarë. Nuk ka më bukur se kur dy prindër arrin të ruajnë dashurinë prindërore për te çdo ndjenjë tjetër, shkruante një komentues, ndërsa një tjetër shtonte: "Sara është shembull i një nëne moderne, që e vendos vajzën mbi gjithçka." Ndjekësit kanë vërejtur gjithashtu se Sara dhe Ledri, edhe pse nuk janë më bashkë, ruajnë një marrëdhënie të ngrohtë dhe të respektueshme, shpesh duke u parë bashkë në aktivitete të vajzës së tyre. Poem Blu, e vogla që i bashkon gjithmonë, shihet shpesh në qendër të postimeve të tyre, si dëshmi e dashurisë dhe harmonisë që dy prindërit përpiqen të ruajnë për të. Ky moment i ndarë nga Sara ka frymëzuar shumë ndjekës, duke rikujtuar se dashuria prindërore nuk njeh kufi, qytete apo ndarje, por vetëm për kushtim, mirëkuptim dhe një zemër të madhe. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.